Allahu Jalla wa Ala në Kur'an ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahut të mënduar. Andaj para fjalës la ilaha illa Allah ka ardhur dija, duhet me ditë. Para se mu fal, duhet me mësu që duhet mu fal. Para se me i në agjerim në Ramazan, duhet me mësu rregullat elementare që kanë të bëjnë me agjerimin. Para se me shku në haqj, duhet me mësu rregullat elementare që kanë të bëjnë me haqjin. Jo me shku në haqj e mos me i ditë obligimet elementare. Nga se duhet me i paraprit dija veprës. Dhe çdo veprim që besimtari bën në kësaj bote, veçanërisht atë që e bën me niyet më afro tek Allahu i mënduar. E bën një vepër për shpërblim, e bën një vepër për sevap. Ajo vepër duhet të jetë ndërtuar mbi dije. Çka dija? Mbi udhëzimin e shëndor që ka me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do nuk punojmë pa dije, po as nuk punojmë me thashëthëme, as mbi bazën e besytnive, as mbi bazën e zakoneve të caktuara. Kan thonë i kom thonë jo kështu. Po neve për mi bazën ka thonë Allahu edhe ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çështot që ja dalim, kur veprat tona realisht janë të ndërtuara mbi dije, edhe kur dija jon prodhon vepra e jo diskutime, debate edhe llafazni të pakuptimit. Këtu janë dy aspekte që besimtari me to kompletohet. Dija dhe vepra. Nuk është besimtari vetëm i dijshëm, ndërsa praktikën e lën anash, nga se i tillë është hipokrit i munafiku, i cili din vetë sa për të thënë që din, jo për të praktikuar dhe jo për të zbatuar. Nuk është muslimani kështu. Por as nuk është e kundërta, i padijshëm e adhurues i padijshëm që adhuron me emocione, me eufori, ndikohet nga anë të ndryshme, adhuron me besytni, adhuron me thashëthëme e kështu me radhë. As i tillë nuk është. Besimtari është i formuar, besimtari është i tillë që çdo vepër që e bën me dije. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam.